Jemi në pjesën e tretë të bisedës me doktora Liliazin mbi duhet të rikthejmë te mjekësia profetike. Përveç du ta potencoj edhe një herë këtë çështjen sepse sot është bërë një plagë shoqërore, është bërë një ankth shoqëror, çështja e SIDA-s. Edhe një herë mund të ma citosh atë paralajmërimin profetik për çështjen e... Thot nëse pra në një popull, thash hadithi sa nga muslimi transmetohet, nëse një popull pra paraqiten amoraliteti atë, Zoti dërgon as smundje përse as ju, as prindët tuaj nuk keni dëgjuar fare. Një smundje që as ju, as prindët s'keni dëgjuar. Prindët tonë për shembull s'kan ditë fare, prind, po mendoj një gjëra përpara, për sifilisin kanë mujt, po ata më përpara as për sifilisin, as për domethënë për smundjet venerike që i thojmë ne, as për smundjet... Kanë ekzistuar këto smundje, por në një farë mënyrë nuk është ditur emri? Nuk është ditur emri, ndosa SIDA tek vitin 71 e merr forcën dhe mund të themi që deri me tani nga SIDA kanë vdekur 25 milion njerëz. Dhe supozimi është sot, domethënë për organizatës botërore se çdo kur bëhet kjo përvjetori i SIDA-s çdo vjet, thotë në çdo 16 minuta nga një njeri infektohet në botë. Dhe në sensin e parashikimit profetik,